bijem në përsëritje të rendisim prap nga e para. Këto po thellojemi pak më shumë. Pasi kemi dëgjuar këtë renditje, pasi keni bërë këto deklarata që keni bërë, për të kuptuar pak më shumë mbi procesin, çfarë tregojnë ato në vetvete për procesin? Çfarë keni kuptuar ju sot se po ndodh me procesin, dhe pse e di që nuk keni pasur asnjë dyshim që ky është një proces politik i montuar për shumë arsye që keni thënë vazhdimisht në fakt? Armela, sot ishte një moment për të parë që fatkeqësisht zotin Balla e ka zënë demenca e parakohshme. Zoti Balla, për të gjithë pyetjet që u pyet, a keni fakt, a keni provë, për të gjitha tha ose nuk më kujtohet, ose tha është në vlerësimin tim. Kur u pyet për prova, tha nuk kam, është në vlerësimin tim. Ku e bazoni këtë që keni deklaruar? E bazoj ose në vlerësimin tim, ose në informacione nga mediat, kryesisht nga shqiptara.com. Këtë e tha vetë. Dhe është për të ardhur keq që ka bërë një kallëzim në të cilin nuk i referohet në kallëzim asnjë media, asnjë fakti nga media, bën insinuata në kallëzim të rreme, dhe tani nuk i del për zot asnjërës prej tyre, po në fakt bën sikur e ka zënë demenca. Pra, sikur nuk i kujtohet të gjitha. Çfarë kuptoni? Gjokutaj që po, qartazi ai priste që toka ishte shpronsuar, siç e ka deklaruar. Dhe po të kemi parasysh, në kallëzimin e tij ai ka thënë në vetë të parë, nuk e ka thënë unë vlerësoj, unë gjykoj, unë dyshoj. Po e ka thënë këto gjasme pronarbile janë shpronsuar nga Italia. Sot u zhduk, e kishte zënë demenca, nuk e përmendi fare. Ju deshit ja përmendte prokurori, ora shikoj për pronën, ke ndonjë gjë ti? Dhe aty e drodhi, aty tha shikon në vlerësimin tim unë mendoj kështu. Ndërkohë që ka shkruar ndryshe. Pra ky person dhe kur u ballafaqua që ti ke thënë ndryshe, pra e ke paraqitur në kallëzim ndryshe dhe tani po thua ndryshe, tha po unë ato që kam pasur i kam shkruar, tani nuk i mbaj mend, kanë kaluar 5-6 vite, domethënë luajti rolin e demencës. Kur i tha ore e shoqëron me fakti këtë, e shoqëroi vetëm ato që janë bërë publike nga mediat. U tha ore na jep një provë, na jep një ligj, cili ligj është shkelur? Jo, unë kështu e gjykoj. Pra të gjitha për fat keq zoti Balla nuk kishte asnjë provë, asnjë fakt, asnjë ligj që të referohej, po thjesht thonte unë kështu e vlerësoj në mendimin tim dhe unë këtë e kam dëgjuar nga mediat. Do ishte një dëshmi duke e një personi të kapur në faj, të kapur në gënjeshtër, që përpiqej t'i përvidhej. Në fakt, një dëshmi ne e dim shumë mirë, kushdo që ka sadopak një uri minimale në fakt, nga një proces gjyqësor nëse shkon një proces gjyqësor, ose mund të thelloj më shumë, pra, mund të sjellë më shumë fakte dhe prova që ju thoni që nuk ishin gjëkundi në fakt në dëshmin e zotit Balla sot, ose nga ana tjetër mund të ndihmoj palën tjetër në këtë rast, duke sjell në fund të ditës një lloj edhe zhvlerësimi në fakt të asaj çfarë është thënë deri tani. Apo ndodh kjo, a ndodhi kjo sot zoti Maltezi praktikisht, apo shkon drejt zhbërjes dhe të asaj që ka mbetur ky proces mbi atë çfarë pam sot, se mund të ketë dhe të tjera element në vijim. Shiko, ne sot pam dy gjëra. E para ishte kjo përvjedhja dhe ikja, përvjedhja e Taulan Ballës me ato që ka shkruar. Pra qartazi tregon që ky nuk ishte fakte. Në një moment që u pa aty, për fat keq nuk e ka kapur mirë gazetarët, zoti Balla deklaroi aty që unë kam lënë 10 detyra prokurorëve që të ndjekin. Dhe kjo është shumë e rëndë. Pra, kryetari i grupit parlamentar të PS-s i lë detyra shtëpie prokurorëve dhe prokurorët vijnë në shërbim të politikës. Dhe kjo është e rëndë. Do u tha aty, u dëgjua nga të gjithë. Fakti që Taulan Balla u përvodh dhe nuk tregoi dot asnjë fakt, asnjë ligj, asnjë gjë, po thjesht opinionet e tij e çbën procesin. Por duhet thënë edhe dy momente tjera. Një moment ishte shumë interesant kur arriti Taulan Balla të çudis apo të shfytyroi dhe avokatin Klodian Skëndera, që është një qytetar vlore i shkëlqyer, shumë i qetë, që nuk çuditet nga natyra. Mirë po gënjeshtrat e Taulan Ballës ishin kaq të paftyra, sa që të linin pa tekst. Sepse ndër pyetjet që i bëri, ishte a keni dorëzuar dokumente shoqërues në të kallëzim, në deklaratë. Dhe tha jo. Ju kujtua që ora shikoj unë kam këtë dhe ka dokumente shoqërues.
po pastaj jo se mbaj mend se ka kaluar gjatë, mirë. Pastaj tha, te kjo që ke shënuar, ti ke thënë këtë dokument. Dhe ja citoi numrin e dokumentit. Të kujtoi vëmendjen dhe i thot sepse gjithë ideja ishte te pronësia. Taulan Balla kishte paraqitur një letër të 94-s për një familje krejt tjetër dhe thonte përderisa ajo është dhënë kësaj familje, duhet të shpronësuar te kësaj familje. Një lloj si thuash, meqense ka vjedhur Belinda Balluku me tunelin, duhet të ketë vjedhur dhe Taulan Balla me tunelin. Gjë e cila, domethënë prokurori nuk ta merr a priori. Domethënë të thotë, ku e ke faktin? Dhe këtu natyrisht prokurorët që janë të nështruar ndaj Taulan Ballës nuk e kishin pyetur, po ndërkohë avokati jonë tha urdhë po të kujtoj, po të rifreskoj kujtesën, po të jap këtë dokument që ti e ke paraqitur vetë dhe është shënuar kur e ka marrë prokurori, e ka shënuar me numër, protokolli, me datë, me të gjitha. Ja tha Taulan, e ke fjalën për këtë dokument, tha, jo tha e kam fjalën për dokument tjetër. Aty